vendosin ata janë bllokus. Nëse po mundet me konstatuar që bllokus po e dëmton procesin. Kur kemi pas këtë ankesë, pra lista serbe nuk është e pa interesuar për tesë përpara, dhe unë nuk dyshoj që ata nuk do ta propozojnë. Për arsye se kemi edhe këtë situatë. Kanë drejt mos me propozu. Jo, është shtesa dhe asaj që është ju më përpara, në qoftë se nuk kishin marrë pjesë. Ata s'kan drejt me bësh shumë çka, po. Në qoftë se kanë bën ankesë, ka një logjik destruktive, Albinat. Se ka një moment destruktiv si logjik, po flasim, se lista serbe ne e dim se çfarë është lista serbe, dhe që do të minoj gjithçka sa i përket shtesisë Kosovës. Po bre, duhet me thonë zashëm, edhe tash institucionet ndash le ta bëjnë punën e tyre, ndash na duhet ta themi atë çka është lista serbe. Nëse s'kem raporte për institucionet sigurisë me shpallë organizatë terroriste. Na po harrojmë për shembull, shumë interesant, jo po harrojmë, po ndoshta s'po merrem me to, po kur jemi këtu te diskutimet e zbatimeve të ligjeve, të kushtetueshmërisë, të rregulloreve, këtë për qartë janë konsenat. Hiç nuk ka pas nevojë me logjikën e kushtetuese. Jo, pa shabesën. Çe, po ta kthej rastin. Viti 2021. Viti 2021. Simiçi bashkë me nënkryetoren e minoritetit, komuniteteve tjera jo serb, votohen. Ma Florente, kemi diskutuar herë të tjera. Ka ndodhur diçka në këtë 4-5 vjeçin në Ministrinë të Tërhequr kryen një akt terrorist. Do procedura me kërkesë minoriteteve jo serbe. Tash po dalim prapë ajo. Nëse ty, pse ti s'ki vepru me marrë veprime ligjore me ndryshu sanët? Tash ti na prapë kthehemi te shumë pse. Mirë, po dallimi procedurës. Kjo është krejt lojë politike që është bën, veç me zhagit procese, me çu mjegull, me rrit një farforme votën elektorale. Do dilni ajo ideja që vendimet e pasformimit të institucioneve do të jenë të vështira. Po normal që janë të vështira. Normal që janë vështira, si për shembull ti ki procesën tavolinë që duhet më marrë në to. Atëherë pse merr pjesë gjethe kërkon përgjegjësi? E pa ta që tu është problemi. Duket keni drejtë se duket jashtëzakonisht e palogjikshme kjo. Po. Është jashtëzakonisht e palogjikshme. Nëse është ajo është rrelogjike, po duket e palogjikshme edhe është e shëndetshme bë pyetje më thonë në fal, ke pas rezultatin më të arrir. Historik edhe nuk po dënë mi bojnë sionet, diçka s'është në rregull me ty. Pra, çka po të frikson, çka po të nol? Kemi një situatë të pashpjegueshme me vërtet. Për arsye se konvertohemi tani në konspiracionist. Nëse po thon kështu, unë e shtrova pyetjen. Nuk ka rrjedhë logjike. Konspiracionistë është në burg tashmë. Mirë, po, ja. Ajo është çështje tjetër. Problemi është që nëse shumë benzinë është një shtesë që është tjetër e logjikshme. Por sot, në ditën e sotme, më thon, po bëj po gjej vërca. Shumë shkurt. Për mi bojnë sionet. Jo, pse ki atë përshtypje, pyetja është prej katë atë përshtypje. Jo, pse duhet këtë lëvizje